dhe Pasaniku lakmitar. Njëherë një kohë në përsinë e lashtë ishte një fshat i vogël i vendosur midis maleve dhe shkretetyrës. Fshatarët ishin zemërmirë dhe gjithmonë të gatshëm të ndihmonin njëri tjetrin. Në mesin e tyre jetonte një plak me emrin Amir, i njohur gjithandej për urtësinë dhe mirësinë e tij. Ai nuk ishte i pasur, por kishte një thesar të madh dijesh dhe një zemër plot dëmshuri. Në të njëjtin fshat jetonte një njeri i pasur me emrin Kasim. Ndryshe nga Amiri, Kasimi ishte i njohur për lakminë dhe arrogancën e tij. Ai e kishte grumbulluar pasurinë e tij duke përfituar nga të varfrit dhe gjithmonë kërkonte mënyra për të rritur pasurinë e tij pa u kujdesur për të tjerët. Një ditë të nxehtë vere, ndërsa Amiri ishte ulur në hijen një pemë të vjetër, një djalë i ri ju afrua. "Xhaxhi Amir", tha djali, "kam dëgjuar se ju jeni shumë i mençur, prandaj kam nevojë për ndihmën tuaj." Amiri buzëqeshi butësisht. "Çfarë të shqetëson biri im?" pyeti ai. "Babai im është shumë i smur dhe nuk mund t'i përballojmë ilaçet që i nevojiten. A mund të më thuash çfarë të bëj?" Amiri u mendua për një moment dhe pastaj tha: "Shko në shtëpinë e Kasimit dhe kërko ndihmën e tij. Thuaj se të ka dërguar Amiri." Djali hezitoi por bëri siç i tha. Shkoi tek shtëpia e Kasimit, trokiti në derën e tij dhe kur ajo u hap, ja shpjegoi gjendjen e tij dhe përmendi emrin e Amirit. Kasimi, i cili nuk kishte respekt për Amirin, u përqesh dhe i përplasi derën e fytyrë djalit. Djali u kthye te Amiri dhe tregoi atë që kishte ndodhur. Megjithatë Amiri nuk u befasua. "Mos u shqetëso", tha ai. "Un kam një ide tjetër." Amiri udhëzoi djalin të mbledhte disa barishte nga një fushë aty pranë dhe t'ia sjellte. Djali u bind dhe kur u kthy, Amiri tregoi si të përgatiste një ilaç të thjeshtë. "Kjo do ta ndihmoj baban tuaj tani për tani", tha ai. "Po ne duhet t'i japim Kasimit një mësim." Dhe nesërmen, Amiri shkoi të takonte Kasimin. Ai mbante me vete një kuti të vogël, të zbukuruar me dizajne të ndërlikuara. Kur Kasimi pa Amirin, i vrejti vetullat. "Çfarë do plak?" e pyeti me ashpërsi. Amiri buzëqeshi. "Kam ardhur të ofroj një dhuratë", tha ai, duke hapur kutinë për të zbuluar një koleksion shkëlqyes të monedhave të arta dhe gurve të çmuar. Sytë e Kasimit u zgjeruan nga lakmia. "Çfarë do në këmbim?" pyeti ai me dyshim. "Vetëm fjalën tënde", u përgjigj Amiri. "Më premto se do të ndihmosh çdo në këtë fshat që të vjen në nevojë." Kasimi hezitoi, por joshja e thesarit ishte shumë e fortë. "Të premtoj", tha ai, duke përpjekur të marrë kutinë. Amiri mbylli kutinë dhe ja dha. "Mos harro premtimin", tha ai, ndërsa u kthye për të ikur. Ditët u shndruan në javë dhe lakmia e Kasimit vazhdoi të rritej. Ai kishte harruar premtimin që i kishte dhënë Amirit. Një mbrëmje, teksa po numëronte arin e tij, vuri re se disa nga monedhat ishin zhdukur. I alarmuar i numëronte përsëri, por monedhat vazhdonin të zhdukeshin. I tmerrua ai nxitoi tek Amiri. "Plak më mashtrove", bërtiti ai. "Ari që më dhe po zhduket." Amiri qëndroi qetë. "Nuk të ka mashtruar", tha ai. "Ari zhduket sepse ke thyer premtimin tënd. Nëse ndihmon ata që janë në nevojë, Ari do të kthehet." Kasimi u tërbua, por nuk kishte zgjidhje tjetër. Me ngurim filloi të ndihmonte fshatarët me shpresën se do të rifitoj pasurinë e tij të humbur. Për habin e tij, teksa ndihmonte të tjerët, monedhat e Arit filluan të rishfaqen në kuti. Për herë të parë në jetën e tij, Kasimi ndjeu një lloj ndjenje që pasuria nuk ja kishte dhënë kurrë. Ndërsa Kasimi vazhdoi të ndihmonte të tjerët, ai vuri re një ndryshim brenda vetes. Gëzimi dhe mirënjohja e fshatarëve ia ngrohën zemrën. Ai filloi të kuptonte vlerën e vërtetë të mirësisë dhe të bujarisë. Sa më shumë jepte, aq më shumë merrte, jo vetëm në orë, por në miqësi dhe respekt. Një ditë Kasimi ju afrua Amirit me lot në sy. "Faleminderit", tha ai. "Më ke treguar se pasuria e vërtet nuk është në orë, por në lumturinë dhe mirëqenien e atyre që na rrethojnë." Amiri buzëqeshi dhe e përqafoi Kasimin. "Ke mësuar një mësim të rëndësishëm. Mos harro, sa më shumë të japësh, aq më i pasur bëhesh." Fjala për transformimin e Kasimit u përhap në gjithë fshatin dhe së shpejti gjithë komuniteti filloi të ndiqte shembullin e tij. Fshati lulezoi sikur më parë, jo vetëm në pasuri materiale, por në shpirt dhe unitet. Fshatarët punonin së bashku, mbështeten njëri tjetrin dhe jetonin në harmoni. Amiri, tani më i vjetër dhe më i lodhur, shikonte me krenari se si fshati i tij lulezonte. Ai e dinte se puna e tij ishte kryer dhe mund të pushonte duke ditur se njerëzit e tij ishin në rrugën e duhur. Një mbrëmje kur dielli perëndonte mbi male, Amiri ndroi jetë i qetë në gjumë. I gjithë fshati vajtoi humbin e tij, por ata gjithashtu festuan jetën e tij dhe mençurinë që ai kishte dhënë. Vitet kaluan dhe fshati vazhdoi të lulëzonte.
Historia e Amirit dhe Kasimit u përcall brez pas brezi, duke u bërë një legjendë e dashur. Fëmijët u rritën duke dëgjuar për rallën dhe duke mësuar vlerat e mirësisë të bujarisë dhe mençurisë. Kasimi, i cili dikur kishte qenë mishërimi i lakmisë, u bën një figurë e dashur në fshat. Ai e kaloi pjesën tjetër të jetës së tij duke ndihmuar të tjerë dhe duke u siguruar që trashëgimia e mirë të jetonte. Fshati dikur i vogël dhe i papërsëritshëm u bë i njohur gjërësisht për dëmshurinë dhe begatinë e tij. Udhëtarët nga vendet e largëta vinin për të parë vendin ku kishte jetuar plaku i urtë dhe për të mësuar nga fshatarët që kishin përqafuar mësimet e tij. Historia e Amirit dhe Kasimit na mësoi se pasuria vërtet nuk matet me posedimet materiale, por me dashurinë dhe respektin që fitojmë nga të tjerët. Mirësia dhe bujaria kanë fuqinë të transformojnë jo vetëm individë, por dhe komunitetet e tëra, përsa ku që i kujtojmë dhe jetojmë sipas këtyre vlerave, ne mund të krijojmë një botë të mbushur me lumturi dhe harmoni. Dhe kështu trashëgimia e Amirit, plaku të urtë, jeton në zemrat dhe mendjet e të gjithë atyre që dëgjojnë historinë e tij, duke kujtuar se pasuria më e madhe është mirësia që ndajmë me të tjerët.